Okej, tani. Raporti i barë, për ta seruar edhe një herë, është i tillë. Ka disa kapituj që negocion e Bashkimi Evropian, të cilët janë aq shumë të rëndësishëm, sa Bashkimi Evropian ka vendosur këta kapituj kushëzojnë gjithë procesin e negociatave. Dhe janë aq shumë të rëndësishëm sa përveç objektivave se si mbyllen këta kapituj, vendosen objektiva të mesme, që në fakt janë disa miratime ligjesh. Këto miratime ligjesh Shqipëria i bëri. Dhe ky raport i barë që u bë legjendë madhe, du të ishte miratuar që në shkurt. Kush e thot? Më fal, kush e thot? Raporti ku e ke kriterin që duhet të ishte miratuar që në kusht? Tregoja shqiptarëve që në shkurt. Kush e thot? Okej, unë po gënjej shqiptarët. Kush e thot? Ti thuaj vërtetë shqiptarët. Kush e thot që duhet mbyllur në shkurt? Unë e them. E thonë ju, okej, dakord, po nuk e thot Bashkimi Evropian. Kjo është e rëndësishme. Nuk ka afat. Ky i bari do të ishte mbyllur që në shkurt. Do ishte diçka komplet formale. E paraqiti komisioni raportin e vet, tha janë plotësuar kushtet, do të ishte formale. Çfarë bën vendet anëtare? E ndërprer, nuk e miratuan dhe kanë bërë pyetje dhe kanë kërkuar sqarime nga komisioni për 3 muaj rresht vendet anëtare. I kanë bërë pyetje, kanë bërë. Pastaj çfarë kanë bërë vendet anëtare? E kanë marrë raportin e komisionit dhe e kanë ndryshuar krejtësisht. Nuk ka ndodhur ndonjëherë që raporti i komisionit të humbasi në variantin final që kanë miratuar vendet anëtare. Dhe raporti vendeve anëtare që quhet i barë, se i barë është raport, nuk është asgjë, nuk është as pjesë negociatash, as fazë është. I barë do thotë raporti për vlerësimin e objektiveve ndërmjetme. Pra kanë miratuar një raport i cili është transformuar nga ajo që ka çuar komisioni dhe qeveria shqiptare, dhe vendet anëtare në këtë raport për herë të parë kanë vënë kushte shumë strikte që pranoi edhe vetë Partia Socialiste, që ka vënë kushte shumë të ashpra për mbylljen. Pse i vënë kushte shumë të ashpra? Se ka konstatuar që Shqipëria, ta them me një gjuhë popullore, bën hile. Miraton ligjen letër dhe nuk i zbaton në praktik. Dhe gjithë raport që fillim thot, Bashkimi Evropian i thot qeverisë Shqipërisë që nuk mjafton miratimi i ligjeve në letër, por duhet zbatimi në praktik me rezultate konkrete dhe të qëndrueshme. Dhe pastaj fillon edhe ndi çfarë duhet. Dhe këto që thashun ty janë në raport, kushtet do të plotësojmë. Pra këto ligjet do anullohen që çka me të. Paketa e marrë do anullohet, ligji i investimeve strategjike do anullohet, ndryshimet e imediate do anullohen. Dhe merri me radhë vendimet, imuniteti, të gjitha gjërat. Pa këto janë objektive. Tani do të informojmë shqiptarët se çfarë kërkon Bashkimi Evropian për të bërë ne. Po nuk është e vërtetë. Do të informojmë që të bëjmë presion dhe ne si media qeverisit të bëjë këto gjëra. Nuk është e vërtetë. Këto janë kushtet të gjëra. Pastaj po duam të bëjmë kot që ne jemi të lavdishëm moment historik. Keni 10 minuta që dezinformoni live, sinqerisht. Kemi 40 vjet që me këtë histori po merrem. 10 minuta dezinformim e pastër, nuk është normale. Çfarë thot për imunitetin, çfarë thot për pronat, çfarë thot për të drejtat e pakicës, çfarë thot për zgjedhjet, çfarë thot për administratën e zgjedhje, çfarë thot për patronazhistët, çfarë thot për komisionet e timore që nuk i lejon shumica, çfarë thot për gjykatëve në Më thoni një raport që ka ardhur në Shqipëri dhe që nuk ka prekur kushtet që na vë BE-ja. BE-ja në na vë detyra, ne në vend të ndjehemi të përgjegjshëm, kemi një policie për të punojmë për të zbatuar të detyra, ne këtu duam të fshehim çfarë duhet bëjmë. Po pse si futemi BE-ne me llogje? Këtë thot raporti. Në BE nuk hyhet me llogje. Në BE nuk hyhet me ligjen letër. Duhen rezultate praktike. Rezultatet janë demokracia, lufta kundër korrupsionit, shteti së drejtës, ku përfshihet prona, media të gjitha. A do flasim se çfarë detyrash kemi, që janë tmerrësisht vështira? Flasim. Zonja Mile me gjësh antare parlamentit na thot, kë nga këto detyra që ka dhënë BE do bëj? Do t'i anulloj ligjet? Do t'i heqë imunitetin e të lartë? Do heqë dorë nga ligji që kanë bërë draft për të penguar prokurorin, për të pezulluar ministrat? A këto na thot? A do t'i zbatoj vendimet e gjykatës shëtuese? A do të zbatoj vendimet e gjykatës Strasburgut si kuvend? A do të lejojnë ngritjen e komisioneve parlamentare që ka kërkuar opozita dhe nuk e lejojnë? A do ta lejoj kuvendi që të merrë informacione nga qeveria, sepse aty thot, kuvendi i Shqipërisë nuk e bën detyrën e kontrollit ndaj qeverisë. Po. E ke aty. Dhe i bën thirrje kuvendit të Shqipërisë që të lejojë komisionet e timore dhe të lejojë gjithë aktivitetin, që të vinë çfarë thanë mirë. Në fund ditës këto standarde që duan të nëse shqiptarë, mos futemi në BE. Që opozita në parlament mos ketë drejt bëj komisionet timor. Vetëm fjalë ka opozita, që mos ketë drejt marrë disa informacione, që mos ketë drejt të vinë një ministër dhe t'i bëjmë 5 pyetje. Andre, të lutem, seriozisht është shumë e tepër, se është një 10 minuta monolog disinformues dhe sinqerisht, shiko, mendimi është tjetër gjë, të thuash që unë mendoj që është tjetër gjë dhe të thuash që e thot raporti është një gjë tjetër. Të lutem, janë dy gjëra ndryshme dhe sidomos dëshira për të sfumuar suksesin e ditës sotme dhe momentit që po ndodh tani live aty është gjithashtu i shëmtuar. Megjithatë, të lutem, ki një respekt për kohën që ka gjithë secili nga ne në studio, se nuk është normale, se po më duket vite sikur kam lexuar një raport tjetër.